më shumë të vitin e dytë, që ti mandati unë kam e fillu me mësimin gjithditor në tëna shkollat. Ku ke me pilotu mësimin gjithditor? Jo, nuk do të bëj pilotim, nuk do të bëj shaka që shka po Prishtina, unë kur të filloj kam e fillu në komplet. Edhe njerë ke thoni sen, që se ka thonë asni kandidat për kryetar në këtë fushat zgjedhore, që ke me bo mësimin gjithditor në krejt komunë. Po. Mos e ke ndru menjen. Ta jap rastën me ndru menjen, që është premtim i madh. Jeta, nuk e kam ndru, as e kam plan me ndru, për arsye se unë besoj më shumë të vitin e dytë, që ti mandati unë kam e fillu me mësimin gjithditor në tëna shkollat. Tëna shkollat? Sepse kam investu jeta, i kam bo 10 objekte shkollore gjatë që ti mandati. I kam bo 8 qerdhe jeta gjatë që ti mandati. Jem bo se jenë proces, një 3 jenë proces, 5 jenë të kryra. Dhe kam kam zgjeru infrastrukturën e arsimit. Dhe në sajt që saj po thëmë, po i kryoj veti kadar, jënë 4 ose 5 anekse tash që jem të i bune për shkolla, me zgjeru hapsiren, për me mujtë mu pregadit për mësimin gjithë. A i cakton drejtorat? Jeta, nëse nejherë në këto 25 vite ka pas depolitizim të shkollës, ka ndodhë mandatin tonë jetë. Nuk kam majt drejtora në kontrat, po thëmë, të në kuptimin kontratave të caktura për kohë derisa të kryen zgjedhjet. Të gjithë drejtarët që i kam pasë dhe që i kam plotësu kriteret për mu zgjedhë, si drejtar i kam quë dhe i kam dhonë para zgjedhjeve kontratat e reja. Prej ashtimisht janë 2 ose 3 drejtarë, 4, nuk po jemi sigur sakt, që nuk i kam plotësu kriteret për mu zgjedhë si drejtar dhe kanë metë si drejtar në detyrë. Për ndryshe, nuk kam marrë, sepse unë kam gjetë pjesën dërmuese të shkolla me drejtar në detyrë,